avokati i shkëlqyer. Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra që mos të mëkatoni, dhe në qoftë se ndokush mëkatoi, kemi një avokat te Ati, Jezus Krishtin të drejtin. Apostulli Gjon këtu na pikturon Jezusin si një avokat të sigurt, të një besimtari dhe si një ndërmjetës të gjithë pranueshëm. I emocionuar ai inkurajon të krishterët të përdorin këtë fuqi hyjnore për të mundur mëkatin në jetën e tyre. Ai fton lexuesin e tij të jetojnë në një jetë fitimtare dhe na kujton që ideali i Zotit është liria absolute nga mëkati. Por në të njëjtën kohë, ai na jep një mesazh bindës, që madje nëse të krishterit i rrëshqet këmba dhe ai bie në grackën e mëkatit, ai ka falje dhe ripërtëritje të sigurt, me një bindje të patundur gjondin shpallë që kemi një avokat tek Ati. Ky është një nga detajet shumë të rëndësishëm të planit të shpëtimit. Ne jemi të sigurt me një avokat i cili është i disponueshëm për të gjithë, të cilët pranojnë nevojën e tyre për këtë mbrojtës hyjnor. Në kohën kur u shkrua Bibla, avokati zbatonte jo vetëm rolin e mbrojtësit, por edhe rolin e këshilluesit dhe ngushëlluesit për të pandehurit. Avokati ynë jo vetëm është në dispozicionin ton falas, por madje dëshiron vetë të qëndrojë pranë nesh kur ne kemi nevojë për të. Ai është një avokat i shkëlqyer i cili nuk ka humbur kurrë asnjë çështje që është të rrëzuar atij. Krishti na mbron para fronit të Atit me sukses, kundër paditësit të vëllezërve tanë. Në qoftë se dikush mëkaton, avokati ynë i referohet gjakut të tij të çmuar që ai derdhi për ne. Me anë të vdekjes së tij, Krishti na ka pajtuar me ligjin, duke zbatuar ligjin me bindjen e tij të përkryer. Tani, ai na ofron një mbrojtje të parreshtur në gjyqin qiellor. Pikërisht për këtë shkak, ne nuk kemi frikë nga gjykimi. Ne mund të kemi besimin tek avokati ynë, sepse ai parashtron meritat e tij, sikur të ishin tona. Lutja ime sot: O Zot, përheqë portretet e avokatit tim të fuqishëm, më japi një siguri të re që kam paqen në Ty. Amen.